Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Okej, po regjistrojmë, e di që është më e bukura, e këtë nuk do të pres fare reja. Sot në mëngjes, kur bëra regjistrimin e episodit përpara, nuk isha filluar të regjistroar, bëra të gjithë hyrjen, filloi dhe ajo e ftuara duke folur, po shqyr që vetë thjesht mbas emrit dhe mbiemrit, domethënë u kujtova që se kisha shtypur rekordin dhe do më duhej të bëj një hyrje, domethënë fake, timen, domethënë që shife se e harrova ose probleme teknike. Nuk ka gjë, jemi detajist. Shohim të qërë. Gjëra që ndodhin. Përshëndetje për herë të tretë, po e them në veten time miq të dashur të Buçi Podcast. Mirë se erdhët në episodin e radhës rubrikës Agora në Buçi Podcast Shqip. Jemi përsëri me Rea, Albana dhe Nexhin, që i njohim tashmë nga episodi mbi ABC Book Club, në klubin e librit shqiptar në Berlin. Dhe sot do të diskutojmë diçka akoma më fantastike se sa hera e kaluar, se normalisht jemi gjithë surpriza edhe çfarë dini ju, ka të ftuar me nivel, jo shaka. Shiko, un jam prej 11 kusur vitesh në Berlin. Me të themi më sa kam marrë në Berlin në vitin 2014, në fund të 2014 nga tetori. Me le të themi përzierjen me nacionalitetet të tjera, kam parë ose kam përjetuar një farë lloj kështu, si vobeksie, si trashësie që kemi pasur ne si komunitet në mungesën e organizimit përgjithsisht. Le të flasim domethënë. Ishin ndihmat që i jepim njëri tjetrit, ishin le të themi më shumë fjalë goje, më shumë Nexhi njifte Rean dhe Albana ka bërë të gjë mbase ka diçka për ty, llaf goje më shumë e tjerë. Në studion koleg por edhe më tej në universitet, mes miqve dhe mikeshave, domethënë një gjë që më ka lënë mua mbres ata pa para, domethënë, një ruse, një vajzë, ata kishin domethënë klub libri që atëherë. Bile ka qenë klubi i parë i librit ku kam bërë pjesë. Pavarësisht se ishin shumica rusë dhe ukrainas dhe pastaj kur fillojnë që zihen më herë rusisht nuk është se e kupton asgjë. Kishin le të themi çdo 2 muaj mblidheshin bënin gatime, kështu gatime nga Moska, San Petersburgu e budalliqe të tilla. Kishin çdo 4 muaj mblidheshin për teatro. Kishin pjesë këta aktorë të preferuar siç bëjmë ne në Berlin për librin, domethënë, ata kishin zgjeruar edhe me gjëra të tjera. Dhe ti si një shqiptar i ri sapo ardhur edhe i predispozuar vetëm për të ankuar, por mos të bëra asnjë gjë vetë, domethënë, thashë po mirë valla, ne pse s'kemi gjëra të tilla, ne pse s'bëjmë gjëra të tilla. Ç'a kanë ata më shumë se ne. Edhe kur një ditë të bukur u mora vesh që për herë të parë do realizohet festivali i filmit shqiptar në Berlin. Ishte për mua një shok pozitiv, por ishte shok përgjithsisht, ishte diçka e papritur. Jam i bindur që një pjesë e madhe e njerëzve e kanë dashur, edhe nëse nuk e kanë ditur që e kanë dashur, minimumi kanë dashur një lloj aktiviteti të tillë, kanë dashur që kultura, arti, domethënë shqiptar, edhe në qoftë se është diçka që nuk është konsumuar apo promovuar nga ata të shfaqet jashtë, domethënë, siç është Berlini apo të qytete të tjera, dhe t'u jepet mundësia të ndajnë eksperienca të tilla me miqtë e tyre. Shumë pak nga këta persona e kanë pasur seriozisht për të bërë diçka dhe akoma më pak janë ata që në të vërtetë kanë bërë diçka dhe në këtë rast ata persona jeni juve dhe unë nis me një falënderim ndaj jush. Unë kam qenë 2 ditët e para të hapjes së festivalit, ka qenë një eksperiencë jashtëzakonisht e bukur për mua. Se sidomos kur nuk bën asnjë gjë, për shembull, që s'ke halle dhe je spektator, është akoma më e bukur, domethënë, se pak shumë mendoj unë se ju mund të keni mendime të tjera. Shumë faleminderit të treve që keni qenë pjesë e organizatorëve si fillim dhe le të fillojmë diskutimin me juve që a i ndanit juve të njëjtat këto ndjenja si shumë shqiptarë të tjerë edhe si unë përpara se kjo gjë të realizojë apo jo. Bleon të falenderojmë për hyrjen edhe për fjalët e mira që the ose për eksperiencën tënde, ndjesitë tua, se ka qenë shok dhe për ne që ishim pjesë e festivalit, se gjitha ndodhi relativisht shumë shpejt. Të falenderojmë edhe për kohën dhe për podcastin që po organizon me këtë temë. E gjitha ka qenë një eksperiencë shumë e bukur si për ata që erdhën, që u bën pjesë, si për ne që ishim pjesë e organizimit, edhe pse ka pas normalisht problematikat e veta që do flasim, por që ka qenë e gjitha domethënë një eksperiencë shumë e bukur, shumë pozitive. Domethënë
nuk dim çfarë themi sepse tani jemi në momentin që po e mendojmë në mënyrë të ftohtë të gjitha ato që ndodhi, por që e gjitha ka qenë thjesht një gjë shumë e bukur për të gjithë ne. Unë dua të di seriozisht nga secili nga ju domethënë që cila ishte gjendja vërtetë juaj shpirtërore dhe psikologjike domethënë në lidhje me, le të themi, nuk e di nëse kjo mund të qenë një formë të qenit patriot apo jo domethënë, po si ndiheshit ju olla para se diçka e tillë të ekzistonte domethënë. Duke mund ta fiknim çika të anën e book clubit, se ajo është një ambient që na mbledh të gjithëve bashkë. E keni ndier ndonjëherë këtë gjë që e kam ndier unë që ne s'ka gjëra, nuk ka gjëra të mira që ne bëjmë. Nuk po them kur vjen noizi, se kur vjen noizi shiten biletat, bëjnë kështu me vojstava lian, bëjnë një dasëm, pa dasëm, por që këto i kemi, mblidhemi. Ideja është diçka e tillë domethënë. E keni ndier ndonjëherë këtë? Unë kam ndjerë dhe ndaj dhe unë të njëjtën eksperiencë me ty, se edhe unë shtujen koleg kam pas shumë rusë dhe ukrainas, edhe treqëreku i klasës dhe shtu ka qenë, kështu që kam pasur të njëjtën eksperiencë dhe ata bënin shumë aktivitete, edhe jo vetëm, edhe nga nacionalitetet e tjera, latinët janë të papar, edhe këto komshin ton grekët, ka pasur festivale, sidomos edhe festivale ushqimesh, jo vetëm nga ana kulturore, po edhe nga ana tjetër kulinare që është edhe pjesë e kulturës. Edhe patjetër që më ka munguar diçka, se jemi gjitha ato veta që jetojmë edhe në Berlin, në Gjermani, po edhe në Berlin jemi një komunitet shumë i madh. Dhe ndjesha pak atë xhelozinë që përse nacionalitetet e tjera e kanë këtë nismën që të bëjnë diçka të bukur, edhe të tregojnë kulturën e vet, kur ne kemi çdo mundësi dhe nuk e bëjmë. Dhe jam shumë e lumtur që neve ishim ndër të parat që mund ta kemi arritur këtë gjë. Ndërsa për mua ka qenë patjetër mungesë, domethënë e dukshme, besoj se për secilin nga ne, sidomos pa vitet e fundit që numri i shqiptarëve këtu është rritur ndjeshëm, jashtëzakonisht shumë, pikërisht në Berlin, ku çdo lloj nacionaliteti i mundshëm ka hapësirën për të pasur habitatin e tij në formën që do, edhe për ta reklamuar apo për ta shfaqur atë që shteti i tij përfaqëson, gjithashtu shumë më kollaj ndoshta se sa në një vend tjetër, dhe këtu bie edhe më shumë në sy pastaj ajo mungesa e një gjëje që i përket shtetit tënd, vendit tënd. Paralelisht me këtë, duke parë nga jashtë, duke mos pasur asgjë konkrete dhe duke parë vetëm këto gjëra që organizohen, por nga vende të tjera, duket si një gjë shumë e vështirë për të organizuar, shumë e largët për të organizuar, duket sikur duhet një institucion patjetër ta organizojë, duket sikur duhen patjetër njerëz që gjithmonë janë marrë me këtë punë. Në syrin tim të paktën ka qenë gjithmonë sikur kjo është një detyrë që i përket dikujt tjetri, po sa keq që nuk e kemi, absolutisht, sa keq që nuk e kemi që edhe ne të shkojmë të shikojmë, që edhe ne ta shfaqim ato që kemi se në kulturën, sido që të jetë e dinim që e kishim, thjesht mendoja në syrin tim, kjo domethënë nuk është se është pjesa ime, thjesht sa mirë do ishte ta organizonin ata që duhet ta organizonin. Kjo ka qenë për shembull një gjë që më vonë, shoku pozitiv që kjo që nga një gjë që në fakt edhe ne mund ta organizojmë, pavarësisht se nuk i përkasim fare asaj pjese dhe jemi siç ishim në këtë rast të gjithë pa eksperiencë në organizime të tilla, edhe kjo ka qenë shumë e bukur në fakt. Është interesante kjo gjë, domethënë se kjo gatekeep kur e shikojnë gjërat nga jashtë kamufluara, domethënë duket gjithmonë çmenduri, po është në njëjta mënyrë se si ka nisur edhe ky podcast. Kupton? Edhe unë që duke dëgjuar, domethënë le të themi unë të dëgjoja në atë periudhë, që edhe unë kërkoaj, po si nuk kemi online një podcast të flasin njeriu për ca gjëra atë. Mos e dëgjojmë vetëm to, mos flasim vetëm për Big Brother apo për puthëm, si nuk ka një kështu domethënë, edhe ishte ai shoku im, si ishte as ideja ime, domethënë që plak ti flet për ditë, kupton? Ne ulemi, pim kafe, pim cigare për jashtë, pim një birë për jashtë, domethënë ti e llap gjithkohë mbyllet goja. Pse se bën vetë valla? Po thua që pse s'ka diçka të tillë. Edhe ishte literalisht e njëjta gjë. Edhe kur nisi në fillim, thoshte që okay, nuk ka aq e vështirë valla, mund ta bëjmë edhe unë. Ai ishte e mirë, kishte cilësi të lartë. Po si me çdo gjë tjetër ka nevojë për përmirësim pafund, domethënë, po kështu nis diçka. Ore, juve jeni të ndjeni që mund të ketë pasur një le të themi nismë më përpara të tillë, por që ka dështuar? Ndjenim time, domethënë e dim që nuk ka pas një festival filmit shqiptar, këtë gjë kemi marrë vesh më vonë, nuk e dinim para se të fillonte. Megjithatë gjatë kohës si po merreshim me këtë punë, dëgjuam që nuk ka pas vërtet, domethënë një festival filmit shqiptar në Gjermani, po flas gjithmonë. Edhe pse ka pas evente të ndryshme ku janë treguar filma shqiptare, është organizuar vjet nga ambasada e Kosovës një event i tillë me filma shqiptar, por jo një festival të mirëfillt. Tentativa të tjera
ne nuk njohim, po jam i sigurt që ka pasur, sepse ideja, ashtu si edhe ti, qarkullon apo pluskon aty diku ndërmjet komunitetit shqiptar, dhe njerëz si kanë pas dëshirë për ta bërë, sepse është një gjë që të kesh dëshirë për ta bërë diçka, apo të kesh një ide e ta bësh vërtet. Dhe që ideja mund të ketë ekzistuar apo qoftë edhe përpjekja, besoj që po në dijenin time nuk ka pas një gjë të ngjashme përpara. Le të futemi pak tek gjeneza. Fjala ishte me Zotin dhe fjala ishte Zoti. Si lindi, domethënë, kujt ju ndez llampa? Kush ishte personi i parë që tha që ralla? Po sikur kemi në grup një shpirt entreprenëri, edhe ai shpirt quhet Elson Zguri, ka bërë edhe iniciativa të tjera më përpara, kjo nuk është e vetmja, por mund të them është ajo që na bashkoi të gjithëve bashkë. Edhe ajo kishte idenë fillestare, biseda fillestare mos gaboj kanë filluar rreth dhjetorit, janarit, fillim të janarit. Në nëntor kanë qenë ato idetë e para dhe në dhjetor më duket është konkretizuar. Jo ideja, por flasim për gjërat konkrete, sepse ideja mund të ketë qenë shumë e hershme. Flas konkretisht është filluar në dhjetor. Po, dhe u komunikova edhe me pjesën tjetër të grupit, edhe ne shokët që jemi njohur prej ABC Book Club, na pëlqeu shumë si ide, edhe patjetër që donin ta mbështesnim Elsonin në këtë iniciativë, kështu që për rreth 3 muaj e kemi organizuar. Po si, domethënë, sepse shiko, është një gjë që si thotë që ideja mund të ketë qenë më përpara, dhe është një gjë, çfarë ndryshoi në dhjetor, domethënë, si realisht kalon njeriu nga që sa mirë do ishte të kishte një festival filmi tek le të bëjmë një festival filmi. Po, Elsoni është marrë me iniciativa të ndryshme dhe më përpara. Për shembull, jo më larg se në nëntor organizoi edhe një film, solli një film grek në Berlin, ku kishte edhe një diskutim, një bisedë me personazhin kryesor, cilën ai e organizoi dhe ardhjen e tij në Berlin, edhe ishte një event shumë i bukur edhe i pëlqyer. Kështu që besoj, nuk e di ju keni më shumë informacione, por besoj Elsoni gjithmonë është marrë me ide dhe me iniciativa të tilla. Kështu që thjesht ka menduar që pse jo ta kemi këtë edhe në një formë në një festivali shqiptar në Berlin, ku mungesa ndihet. Besoj pyetja e Bleonit është më e thellë, domethënë si shkon nga momenti që ti e ke një ide tek implementimi, pjesa që thua do ta bëj. Pa dashur të marrim kështu, domethënë merita apo çfarë quhen këto gjërat e tjera, është një gjë ta doj dhe ta ketë shpirtin e ndritur, domethënë Elsoni dhe të doj gjëra, është një tjetër gjë të bëhet me të vërtetë. Ose mendoj që vetëm edhe nga një person është një çike vështirë për të bërë. Këtë dua të kuptoj. Shiko, për ta kuptuar edhe juve pse u pyesun, pse po ngulmoj te kjo pjesë, sepse është e rëndësishme. Njerëzit edhe për të lozur kalçeto nuk bëhen dot. E kuptoni tani ku dua të dalun? Unë dua të kuptoj, domethënë, këtë bërthamën që çfarë janë karakteristikat që e kalojnë nga një ide në një plan, ose në një ide plani, si quhen ato, para plan, entwurf. Siç e tham, se po flasim në emrin e Elsonit tani, por është pjesa në fakt që duhet të flasim në emrin e Elsonit. Elsoni ka pasur si dëshirë gjithmonë, domethënë ka qenë një nga dëshirat e tij që të organizohet një festival filmi, duke qenë se ai ka marrë pjesë ose ka parë festivale edhe nga vende të tjera, edhe e ka pasur si ëndër, le të themi, kështu prej shumë kohësh, por deri në momentin kur u bë dhe pjesë e ABC Book Club, njohu një pjesë nga pjesëtarët e ABC Book Club, ai ishte akoma në pjesën e dëshirës për të realizuar një festival filmi, dhe në biseda aty ka lindur si ide që e ka shprehur, edhe aty kemi qelluar njerëz që kanë pasur të njëjtën dëshirë për ta bërë këtë si Elsoni në të njëjtin moment. Domethënë kjo ka qenë pika kyçe që e ka ndarë nga ëndër në realitet, sepse të njëjtën dëshirë që ai kishte, gjeti dhe disa persona të tjerë që kishin po të njëjtën dëshirë. Domethënë i bashkon të gjithë bashkë dëshira për ta bërë këtë festival filmi. Dhe aty besoj se ka nisur. Pastaj pjesa tjetër ka ardhur shumë natyralisht edhe shumë shpejt, do thoja, sepse për një periudhë shumë të shkurtër thjesht dëshira ka qenë 100% edhe aty ka nisur puna. Nuk është se ka pasur më diskutime apo biseda të tjera, po jo. Domethënë ka qenë e qartë që në atë moment edhe pastaj ka nisur puna dhe është konkretizuar pastaj shumë shpejt. Domethënë mund të themi që skepticizëm direkt, domethënë apo dyshimin që do funksiononte apo funksiononte kanë qenë, le të themi, në vjetë trashat e eliminuara, sepse qasja ka qenë pragmatike, ne do e bëjmë edhe ku të vejë domethënë.
Po. Nuk ka pasur shumë probleme të tilla. Kjo është gjë shumë pozitive. Bravo qoftë për këtë gjë. Tani, okay, në dhjetor u tha që do bëhet kjo, juve filluat punën që nga dhjetori dhe ideja është që vjen pleonazan, shikon një film, kënaqet pafund, pin birë, bën një bisedë etj, kalojnë bukur, por shumica e njerëzve nuk kanë aftësinë mbase as edhe interesin momental, domethënë që të mendojnë se çfarë punë fshihet mbas kësaj. Prandaj unë dua t'ju pyes juve të na tregoni pak me detaje se çfarë fshihet në të vërtetë në organizimin e një eventi të tillë, domethënë. Çfarë janë gjëra që nuk duken nga jashtë? Sa punë kërkon vërtet kjo lloj gjëje? E mira e kësaj gjëje është që ti përpara nuk e di vërtet sa punë duhet, se po ta di ndoshta s'do e nisi. Ajo është gjë sa do ta thosh atë, domethënë. Prandaj është shumë e rëndësishme që nuk e di. Po, prandaj është shumë e rëndësishme pjesa që ai momenti që the ti, që është vetëm një moment, ndoshta mund të jetë edhe 1/100 e sekondit që ti e merr vendimin, thotë do ta bëj. Dhe e nis punën, pa ditur se çfarë do bësh apo sa e gjatë është rruga në shkretir, thjesht i futesh rrugës me idenë që nuk do kthehesh më mbrapa, domethënë është rrugë me një vajtje. Dhe kështu ka qenë vërtet, domethënë Elsoni e mori vendimin dhe ne pastaj ju bashkuam atij në të njëjtën vagon treni, siç ai ishte lokomotiva që na mori me vete. Dhe ne pastaj ishim patjetër shumë të bindur dhe të sigurt që do të shkojmë deri në fund kësaj gjëje, sepse nisëm. Dhe kishim të gjithë ajo gjëja që na bashkonte të gjithë ishte dëshira për ta bërë këtë gjë. Domethënë kishim të gjithë një dëshirë shumë të madhe për ta bërë, për t'i vajtur deri në fund, edhe më vjen mirë që nuk pati hezitime në ndonjë moment që kjo gjë dhe mund mos bëhet apo mund dështoj gjatë rrugës. Me gjithë vështirësitë që pati. Më tregoni çik më shumë për vështirësitë, lutem, kushdo nga juve, domethënë cilat janë disa nga sfidat reale, sepse shiko, në organizime të tilla, domethënë sidomos kur flasim edhe për një lloj, le të themi, festivali që kërkon një farë lloj jo vetëm vetëdijtësie, por edhe parashikimi dhe planifikimi financiar. Për të vazhduar pastaj me burokracinë, me njerëzit, rolin e secilit në skuadër, atë lidhjen që bën gjithë secili me rolin e vet, sa i përkushtohet punës etj. Cilat ka qenë disa nga këto sfidat reale, domethënë për të kuptuar, edhe unë, po edhe njerëzit, domethënë që juve nuk është se keni brirë, po thjesht dini që ti analizoni problemet, domethënë, edhe ti anashkaloni më vonë ose ti rregulloni. Ndarja e roleve ka qenë pak domethënë e ndryshme para festivalit edhe gjatë festivalit. Para festivalit kanë qenë domethënë shumë spontane ndarja e detyrave, nuk është se ka pasur dikë që na ka dhënë një detyrë, gjithsecili nga ne një grup përbashkët ku kemi folur her pas here, ka marrë një detyrë përsipër ku është ndjer komod me atë detyrë dhe ka menduar se mund ta bëj mirë atë detyrë dhe mund t'i përkushtohet dhe ka kohën e duhur për t'i përkushtuar asaj detyre, në varësi të formës se si duhej realizuar, nëse kishte nevojë për aktivizim fizik në kryerin e asaj detyres apo mund të ishte një gjë që mund të kryej edhe nga shtëpia. Domethënë kjo ka qenë shumë organike, mendoj, edhe jo problematike në këtë rast. Gjithsecili ka marrë përsipër një detyrë që i ka qëndruar mirë atij. Pastaj gjatë festivalit, aty nuk është se kemi pasur detyrat përcaktuara gjithsecili, por duke qenë se as vet nuk e dinim se në fakt cilat ishin detyrat që duhet të zbatonim në aty. Domethënë gjërat që shikonim, patjetër i kryenim aty për aty, në mënyrë krejt spontane, pa pasur as edhe një lloj përplasje për këtë pjesën. Domethënë ka qenë edhe aty shumë organike, pa pasur nevojë që as ta ndaj me njëri tjetrin, domosdoshmërisht, por në moment aty është marrë gjithsecili me të gjitha gjërat që kanë dalë, domethënë hap pas hapi aty të nevojshme për t'u bërë. Problematika, ndoshta jo problematika, po diskutime mund të kenë qenë pjesët ku duhet të vendosnim vetë financim apo jo, domethënë këto çështjet administrative të procesit para se të nisej edhe gjatë, duke qenë se ne me klubin e librit, një nga qëllimet e mëvonshme të klubit librit që doli rrugës ishte edhe krijimi si organizat. Edhe ne jemi në fazë, domethënë jemi në fazë që duam ta krijojmë, në fazë dëshire është akoma nuk është konkretizuar, por duke qenë se nuk ishte konkretizuar, sigurisht që kjo na penalizonte pak në organizimin e festivalit filmit, sepse nuk ishim një organizat, por ishim individ fizik të gjithë që po organizonin, edhe
këtu pastaj nuk e dinim tamam se kush ishin avantazhet apo disavantazhet. Për fat në fund rezultuan jo domosdoshmërisht disavantazhe, por që në fillim i kishim dyshimet tona, sepse nuk dinim, duke qenë se ishim pa eksperiencë dhe nuk e dinim kush ishin. Siç e tha edhe Nexhi, ju futëm asaj rrugës pa e ditur se si do ishte ajo rruga. Edhe këto diskutimet besoj kanë qenë ndoshta qoftë nga mungesa e eksperiencës, qoftë nga dëshira për ta bërë sa më mirë, po edhe për të qenë kështu mes nesh e gjitha, mund të kenë qenë pika, po nuk ka qenë domosdoshmërisht një problematik, domethënë, nuk ka qenë një vështirësi shumë e madhe. Gjitha janë zgjidhur shumë ose janë vendosur shumë shpejt dhe shumë kollaj. Këtu dua të thellojm pak domethënë në të gjitha ato problematika diskutime, sidomos për financat dhe për organizimin, ose mbas edhe kjo pjesa që juve thoni që okay, ne kemi marrë shumë shoqërisht në fillim, domethënë që secili e ka bërë në mënyrë natyrale, ai sa ka pasur mundësi domethënë për të ndihmuar. Ka pasur momente kyçe domethënë ato që anglezët thon boiling point, domethënë ka qenë kështu gati, domethënë që ose mund të dështonte e gjitha ose mund të shkonin keq disa nga hapat e vogla për shembull, ose dikush mund të largohej. Ka pasur diçka të tillë që vërtet ka provuar ose një person ose të gjithë sipërmarrjen domethënë nëse do funksiononte? Për pikat të caktuara po, domethënë pikat të caktuara të festivalit dhe atyre që ka pas përveç festivalit, se duhet theksuar dhe kjo, që në momentet të caktuara mund dështojnë një pjesë, por sipërmarrja në përgjithësi nuk ka qenë asnjë moment dyshim që mund dështoj. Domethënë sepse ne kemi qenë gjithmonë të bindur të shkojmë deri në fund, sido që të shkoj. Sado feedback pozitiv apo sado njerëz që të vinë, sigurisht 5 njerëz vinë prapë do ta bëjmë këtë gjë sepse jemi nisur. Kjo ka qenë në asnjë moment nuk është vënë dyshim. Ndërsa për të thënë atë që nis kaluar lehtë kjo Nexhi, e kupton se kërkon një farë lloje njohje vetvetes, domethënë si pjesëtar i grupit kur organizon dhe besimi në atë gjën e largët, edhe nëse detyra jote vështon. Domethënë ky është një sukses që duhet komplimentuar, domethënë nuk mund ta kalojmë kështu fesh. Jam dakord me ty, më fal Rea për të thënë, jam dakord me ty, por kjo ka për arsye sepse ne të gjithë ju futëm kësaj sipërmarrje me qëllim për ta bërë, thjesht për ta bërë këtë gjë. Nuk ishte as për arsye për të fituar diçka apo për të arritur diçka tjetër, ne thjesht donim të bënim këtë gjë. Pavarësisht rezultatit që mund të kishim në fund, donim që të bëhej si event. Pastaj çdo gjë tjetër për arsye të kësaj domethënë nuk ka qenë pengesë për ne. Do thoja vetëm në atë pikën që ndërhyre Blon që është një nga grupet e vetme mund të them në jetën time ku komunikimi dhe bashkëpunimi mes nesh ka qenë kaq i mirë dhe prandaj kjo shihet edhe në produktin final. Domethënë gjithmonë mbështetës, gjithmonë mirëkuptues, gjithmonë gati për të kryer detyrën, për të ndihmuar, për të qenë aty. Kështu që mendoj se kjo ka qenë edhe një nga pikat kyçe të suksesit, sepse e gjitha përpos disa vështirësive që kishim në fillim, e gjitha funksionoi dhe doli një sukses, kështu që jam shumë mirënjohëse edhe për këtë. Në qoftë se tani që gjithçka ka mbaruar, pluri është ulur, nëse do shikoni të pas, domethënë, mendoni se mund të ketë një moment kur ka qenë një pikë kyçe, domethënë, ose një vendim i vështirë për të marrë, domethënë, një që ka qenë decisiv për të gjithë mbarvajtjen? Për gjithë mbarvajtjen, siç të thash, jo, që ka qenë decisiv për të gjithë eventin e festivalit filmit, por për pikat caktuara të festivalit, sepse më lër lutem ta theksoj pjesën që quhet Festivali i Filmit Shqip në Berlin, apo në Gjermani, por nuk ka qenë thjesht festival filmi, sepse ne e shfrytzuam këtë festival filmi për të bashkangjitur shumë evente të tjera kulturore, në mënyrë që ta plotësonim sa më shumë këtë event apo këtë mundësi që kishim për t'i prezantuar publikut gjerman ose edhe publikut shqiptar në Berlin, sa më shumë elementet kulturës sonë apo të artit tonë. Edhe ne kemi bashkangjitur një ekspozitë pikturash që pavarësisht vështirësive që ishin fizike për ta realizuar u bë. Kemi krijuar një diskutim me autor shqiptar në Berlin, kemi krijuar një kënd ku kishte libra të caktuara të autorëve shqiptar, si dhe kishte performanca artistike të këngëtarëve shqiptar që jetojnë në Gjermani. Pra ka qenë një event kulturor, do themi, nuk ka qenë thjesht festival filmi. Ndoshta jo vështirësi, por një moment decisiv ka qenë vendosja e filmave, sepse donim të kishim një përzgjedhje sa më të mirë
të filmave të viteve të fundit shqiptare. Kështu që kjo ka qenë një pikë decisive në gjithë vendimin e festivalit të filmit, do të them. Po jo, ka pasur dhe aty problematikat e veta, disa vonesa me filmat, disa vështirësi, por që besoj ishte një nga momentet më decisive të vendosnim një herë se cilat filma janë ato që neve vërtet duam të sjellim dhe duam të tregojmë anë të këtij festivali në Berlin. Por që mendoj që përzgjedhja ishte shumë e mirë dhe publikut t'i pëlqyen shumë të gjitha filmat. Si e bëti përzgjedhjen, më fal që ndërpres. Neve, po ta them nga ana organizative, thjesht kishim një Excel, edhe thjesht po fusnim rekomandimet tona të filmave të fundit, edhe pastaj duhet bëj gjithë kontakti me regjisorët edhe mundësia për të gjetur ato filma. Cili jepte rekomandimet, sugjerime, çfarë mund të kishte dëgjuar nga vitet e fundit, filmat që kishin bërë më shumë jehon në gjithë krahinat në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut, në Kosovë. Po edhe sa e vështirë ishte të krijojë ky lloj komunikimi me regjisorët apo me shtëpitë diskografike që ruajnë të drejtat e filmave. Mund ta them këtë pjesë sepse dhe jam marrë pjesërisht me këtë gjë. Kjo ka qenë në fakt më e thjeshtë nga ç'e mendon, pjesa e kontaktit, sepse duke qenë se edhe komuniteti i shqiptarëve që merren me filma është i vogël dhe e njohin njëri tjetrin, janë të lidhur me njëri tjetrin, ne kemi pas shumë rekomandime nga njëri tjetri ose lidhje nëpërmjet njërit regjisor kemi arritur te tjetri dhe kjo lidhje nuk ka qenë shumë e vështirë. Domethënë ne jemi munduar patjetër që të zgjedhim filmat më të mirë të 10 viteve të fundit të regjisorëve shqiptar, jo vetëm të Shqipërisë, të Kosovës, të Maqedonisë Veriut, kemi pasur nga të gjitha trevat. Dhe pastaj pjesa e kontaktit ka qenë jo aq e vështirë, duhet të them, edhe nëpërmjet kontakteve që kanë ekzistuar. Bukur fort. Në pyetja fundit teknike që kam unë për juve që ta kuptojnë gjithë ata që duan të organizojnë diçka të tillë në një vend tjetër ose diçka të ngjashme, domethënë që kërkon një format. A mund na i përmbledhni pak përveç gjetjes së filmave dhe sugjerimeve, domethënë cilat janë detyrat që duhen të përmbushen në një organizim të tillë, domethënë si task management, e ke parasysh? Po, unë për shembull u mora me gjithë pjesën grafike të festivalit, krijova posterin kryesor, krijova dhe posterat për çdo performancë dhe për çdo event tjetër që kishim, për shembull ekspozitën, librat, kishim ato që përmendin dhe ne, diskutime me regjisor, performanca artistike, kështu që unë për veten time nga ana ime u mora me gjithë, isha pak mbrapa skene dhe u mora me anën grafike, me anën e dizajnit të festivalet. Ishte një punë që unë e shijova, më mori pak si shumë kohë nga jeta personale, por kisha dhe unë disa vështirësitë e mia, duhet t'i krijoja postera ndërkohë që isha për shembull dhe me pushime, kishim deadlines që ishin pak të ngjeshura, kështu që por megjithatë duhet të them që e shijova shumë edhe më dha dhe eksperiencë si graphic design që nuk vi fare nga jo fush, po besoj që u bë një punë e mirë. Ka gjithmonë një herë të parë. Ka gjithmonë një herë të parë. Ama gjëja kryesore Bleon është dëshira për ta bërë diçka, të që thanë dhe më përpara, domethënë, unë besoj që ajo është gjëja që na ka bashkuar ne, apo që kemi të përbashkët. Pasi nga ne nuk është kineast apo njëri që është marrë me filmat apo është teknicien i promovimit apo i kësaj fushe, po thjesht dëshira për të marrë me këtë gjë, kemi gjetë dikë që di ta bëj këtë apo një dikë tjetër, domethënë kemi ndarë ato rolet shumë mirë, po them. Që secili të bëj atë që do të bëj. Po role duhet të di, domethënë, cilat janë detyrat që ja përmbushësh se okay, duhet një graphic designer, duhet 1-2-3 persona që do të lidhin kontaktin me shtëpiat regjisore. Por çfarë janë punët e tjera? Domethënë, dua literalisht që njerëzit të dëgjojnë dhe të mësojnë të gjitha gjërat që futen në një organizim të tillë. Se është gjë e bukur kur pi bira dhe pret filloj filmi. Është tjetër gjë kur e bën vet. Atëherë, disa nga detyrat, se ndoshta edhe nuk i mbaj mend tani gjitha detyrat që na është dashur t'i bëjmë në formë amatore, thjesht duke zgjedhur kush nga ne mund ta bëjë më mirë se sa tjetri, një gjë që asnjëri nuk dinte ta bënte tamam, ose si ishte profesionist i asaj fushë. Patjetër ka qenë një person ose disa persona të cilat janë marrë me kontaktet me regjisorët, me shtëpi diskografike, me çështjet financiare që lidhej si me filmat, si me të gjitha gjërat e tjera ku duhej rregulluar dhe financiarisht. Pastaj persona të cilët kishin kontaktet me kineman, që bëhej edhe dakordësia me kineman se si domethënë paraprakisht sigurisht për pjesën e organizimit. Pastaj ishte pjesa e
postrave që ishte Rea, pastaj ishte dikush tjetër në këtë rast unë që merrej pak më shumë me promovimin, me vendosjen e postrave që e kemi bërë pjesërisht dhe të gjithë, shkuarjen në për aktivitete ndryshme ku kishte më shumë kontakt me njerëz apo edhe me shqiptar, duke u munduar për ta reklamuar sa më shumë, apo shpërndarjen, dërgesat në për televizionet ndryshme apo redaksi të ndryshme në mënyrë që të mund ta reklamoni më shumë ose të mund të ftonim sa më shumë njerëz. Tjetër detyrë ka qenë fotografia, edhe aty nuk kishim një fotograf të mirëfillt, njëri nga ne duhet merrte rolin e fotografit, edhe sigurisht që edhe kjo ishte një pjesë që mbulua nga ne. Pastaj kishin këto aktivitete të shtesë kulturore brenda festivalit, siç ishte kjo me autorët, kishin 2 regjizorë të ftuara apo me interpretime të ndryshme dhe aty secili nga ne mundua të bëj moderatorin apo ta marri përsipër që ta drejtoj në moment aktivitetin. Patjetër kemi pasur pjesën e mini ekspozitës me piktura nga 3, siç e thamë edhe më përpara, nga 3 piktor të rinj shqiptar, edhe pjesën e librave, edhe aty duhet ishim ne që ato ishin edhe në shitje normalisht, që gjithë secili nga ata mund të shikonte, por edhe mund të blinte nëse donte, kështu që dikush nga ne qëndronte aty dhe merrej me këtë pjesë. Do me thënë, këto kanë qenë detyrat kryesore, mendoj. Ishte edhe pjesa teknike që duhej që gjithë filmat që dërgoheshin në format saktuar, për shembull ja kjo pjesa që Albana nuk e përmendi. Filmat duhet të downloadoheshin gjitha, duhet të ktheheshin në format saktuar që ishin kompatibël për kineman. Dhe për këtë kemi pas 2 persona që janë marrë, po sidomos shoku jon që tani është në Köln, Genci, që ai ka harxuar vërtet shumë kohë fizike vetëm me pjesën e downloadimit, domethënë të filmave që është kohë që do ta marrësh nga jeta jote atë kohë dhe ai e ka bërë atë gjë. Domethënë që ata kolosale, po që e rëndësishme është që për çdo rol kemi pas dikë ose kemi gjetë dikë që i është përshtatur detyrës. Jo pikërisht, domethënë, okay, kjo është shumë e rëndësishme të kuptohet edhe në thelb se çfarë kërkon, domethënë se shiko, unë jam i bindur domethënë që diku mund të ketë çaluar 1, diku tjetër mund të ketë çaluar 2, në një aspekt tjetër ka shkuar çdo gjë perfekte, domethënë kjo është mëse normale, por është e rëndësishme të rikujtohen, domethënë, sidomos edhe për herën tjetër, që mbase janë disa detyra që janë kot, ose mbase disa duhen pridefinuar, ose mbase disa që u pridefinuan nuk ja vlenin të definoheshin përpara, mbase ishin lënë të lira. Mendoni se mund të keni hasur gabime konkrete, domethënë çfarë mund në tani që shikoni pas. Çfarë mendoni juve që thosh jo? Tu ja kemi futur kot. Domethënë mund të mos e kishim bër ose mund ta kishim bërë ndryshe, ose më mirë. Ose jeni perfekt, plak, jeni rënë nga qielli dhe është në mregull. Unë nuk dua të jem modeste, po nga mundësitë që kishim edhe nga mungesa e përvojës e tjera me radhë, besoj se kemi bërë një punë shumë të mirë. Edhe jam shumë krenare për punën që kemi bërë. Patjetër ka pasur ndoshta edhe përzgjedhja e filmave, jo të gjithë i pëlqejnë të njëjtin film që mund të kemi menduar ne që i pëlqejnë publikut. Kështu që ajo mund të ketë qenë një pikë për shembull që ndoshta tani kur e mendojmë, po me vërtet ky filmi, po sikur të kishim sjellë një film tjetër etj me radhë, po që në përgjithësi mendoj që ka qenë një punë shumë e mirë. I gjëra që janë bërë gabim, unë do thoya që nuk ka, por gjëra që mund bëheshin më shumë. Domethënë kjo gjithmonë një festival të këtyre përmasave do thoya gjithmonë ka gjëra që mund bëheshin ndryshe ose më shumë. Po nuk ka asgjë që unë do thoya që është bërë gabim apo nuk do e bënim kështu. Patjetër që pjesa e teknike, pjesa e nuk e di promocioni, pjesa flyer apo gjëra të tilla që janë, po themi, pak më të vogla në rëndësi, po që mund të bëheshin edhe më shumë, patjetër, po në kohën që kishim në dispozicion, besoj që është gati maksimumi që mund të arrinim, me këto mundësi që kishim. Megjithatë mendoj, më korrigjoni nëse jam e gabuar, po thuaj se të gjitha filmat kanë qenë sold out. Kështu që kemi pasur aty edhe pse na ka munguar pjesa profesionale e marketingut ose pjesa profesionale e grafikës, mendoj se kemi arritur goxha njerëz. Pjesa më e madhe e filmave. Shiko, për të ruajtur çik balancin e bisedës, domethënë, po e bëj unë disa kritika, domethënë, nga jashtë, si syri i tretë, sepse shiko, unë kam edhe luksin të ta shoh nga jashtë, sepse nuk isha aty, nuk i di shumë mirë. Edhe pse po mundohem të kuptoj, edhe sa sin kohore keni pasur të resurset edhe çdo lloj gjëje tjetër, domethënë, që të bëjmë atë
produkti dhe mundësia krahasimi në fund, po që shiko, një nga gjërat që besoj që unë nuk e di nëse e kanë bërë njerëz të tjerë përpara, por që mua më duke kështu çmendurisht perfekte, një ishte ajo ideja e futurit një filmi të vogël dhe një filmi të gjatë së bashku. Besoj që ajo është një nga vendimet më të mira që mund të kenë marrë njerëzit në çfarë lloj organizimi, domethënë sepse thjesht larmishmëria pa pasur ide, domethënë, ju me hamendja e keni bërë si pasojë, nga që një film ka qenë i shkurtër edhe për mos i marr lekët njerëzve, po efekti nga ana e marketingut që ka 2 në 1 është per, e kupton, është thjesht ideja që ti do vesh në një takim të vetëm dhe do marrësh 2 gjëra, domethënë është diçka tejet e bukur. Plus që unë qellova edhe dita e dytë të filmit Orës 7, ku të 2 filmat që ishin domethënë në niveli jashtëzakonisht shumë të lartë. Kështu që ajo më pëlqeu goxha shumë. Kështu që bravo i qof për këtë, ishte shumë gjë e bukur. Ajo që mendova unë që mbase nuk është kritik drejt për drejt, mbase është besim kështu këshille për ta ardhmen, është që mua më duk ambienti një çik i vogël dhe ajo pjesa e derës, domethënë që e di që nuk është përgjegjësia juaj, por e keni mas sepse ata do i bëjnë kontrollin. Aty çalonte pak si gjë, por prap domethënë ishte edhe nga syri jon domethënë e menaxhueshme, kështu. Sa se njerëzit kur fillojnë bërtasin ndonjëherë s'ke çaj bën. Kështu do ti ato janë personale pastaj. Kështu. Kjo është edhe një nga pikat që ne kemi marrë me vete, çfarë mund të bëjmë më mirë në festivalet e tjera apo në organizimet e tjera, pjesa e hapësirës, aty ke drejt. Për njerëz që duan të ndërmarrin diçka të tilla në vendet e tjera, domethënë çfarë buxheti financiar duhet pak a shumë për të arritur diçka të tillë. Këtë është e vështirë ta thuash sepse varet e para sa të madh do ta bësh festivalin, e dyta nuk e dim se si funksionon kinemat në qytete të tjera. Kjo ka qenë një kinema që ne kemi bërë një marrëveshje të caktuar edhe ka pas to kushte, por ne nuk është se kemi pyetur 100 kinema. Për shembull, ose nuk i dim filmat e tjerë në vende të tjera apo të gjuhëve të tjera. Këto kanë qenë shumë specifike si filma apo si marrëveshje që ne kemi bërë me filma të caktuara, si dhe kostot e tjera që ne kemi pasur kanë qenë shumë modeste, kanë qenë vërtet shumë modeste, pa i ditur shifrat e sakta, por që varet gjithmonë se çfarë do dimensioni do t'i japësh festivalit. Patjetër që është një gjë që poshtë ka një dysheme dhe lart nuk ka tavan, domethënë ti mund të shkosh deri në qiell. Patjetër. Kështu që fillon nga poshtë fare dhe domethënë shkon deri në infinit buxheti, kështu që në këtë rast domethënë lihet i hapur në varësi të sa njerëz përfshihen edhe çfarë edhe sa të rëndësishëm do ta bëjnë. Po që mund ta bëj kushdo person, po kushdo grup personash se bën dot gjithsecili, domethënë duhet të kesh dëshirën, qëllimin e patjetër. Këtë do thoja domethënë që ajo është kryesore. Jo, mos të bëjmë dhe unë si Çani, domethënë ti bie me një gosht. Unë e kam vdekje kur thonë mund ta bëj çdo kush, sepse nuk mund ta bëj çdo kush. Ti jeni të bindur që nuk e bëni dot nëse nuk keni dëshirë dhe vullnet. Haroj fjalë këtë do thoja unë. Mund ta bëj kushdo që ka dëshirën edhe impenjimin e dur, domethënë kohën e dur dhe impenjimin për ta bërë. Dëshira bën festival. Bravo. Tani para se të kalojmë te kompetencat që janë çik më indirekte, domethënë unë dua të më përshkruani gjithë secili nga juve se u bë puna. Edhe puna vazhdohet domethënë, po dua të kuptoj një çik si u ndjet juve emocionalisht që nga ditën e parë të festivalit, kur filloi, se ishte duke planifikuar, do e bëjmë. Tani filloi, okay, dita e tretë edhe dita e fundit. Si u ndjet, të dashur? Mos u zini për radhën. Mund ta nisun të them një gjë që po e vëreja drejt të gjithë mbas natës 3, mos gaboj, domethënë se kanë qenë 5 net gjithsej, 5 ditë. Dhe unë po ndjeja mbas natës 3, sikur mbaroi festivali, domethënë kisha ndjesinë që ishte bërë aq shumë, edhe aq shumë zhurmë dhe aq shumë punë apo aq shumë lodhje sa mendoja që ka edhe 2 ditë tjera, nuk e di se do t'i bënim. Nga impenjimi sepse duhet thënë që është bërë festivali ndërmjet të Intës dhe të Hënës, ku 2 ditë ishin punë, 3 ditë ishin punë, edhe të gjithë kemi qenë nëpër punë, domethënë kemi shkuar në punë në mëngjes dhe në mbasdite nga ora 6 fillonte festivali, ishim aty. Domethënë ka qenë lodhje shumë e madhe dhe ka qenë pak overwhelming për të gjithë ne nga ana emocionale, paktën nuk flas për vete, sepse ka qenë një gjë të cilën nuk e prisnim në këto përmasa. Ka qenë më shumë se sa ajo që ne prisnim dhe për këtë do ndjehemi shumë mirë, besoj.
gjithë. Për mua personalisht ka qenë në fakt kështu pak si një dyzim ndjesish, pak përpara fillimit të festivalit, një ndjesi kështu sikur nuk do vi asnjë njeri, nuk e dim çfarë do duhet të bëjmë, kush duhet bëj çfarë, kush janë detyrat, kush do vi, kush do vi. Domethënë 1 milion pyetje që të vinin në kokë edhe të gjitha ishin me nuk e di përgjigje. Dhe pastaj menjëherë erdhën shumë veta që në orarin e parë, takimin e parë, edhe aty ishte u mbush aq plot ai vendi, te ajo dera që ktheti që s'kishin vend, dhe pastaj këto nuk e di, këto pyetje që ishin në kokën time para gjysmë ore u transformuan në pyetje krejt tjera. Theja, okay, sa shumë njerëz, po a kemi vend, a s'kemi vend, ku t'ju themi se ne vetë nuk e dinim ku t'i thonim që t'rinin. Unë për shembull personalisht vonë pash që ishte ai balkoni aty, dhe ata mund të dilnin edhe të rrinin tek ajo pjesa e balkonit ndërkohë që prisnim radhën për të futur. Edhe këto për shembull kjo kontrasti i mendimeve, pastaj gjatë gjithë ditëve të festivalit ka qenë mendoj, domethënë iku ai stresi i ditës parë sepse shkoi mirë, edhe sikur morëm zemër pak, edhe nuk është se i kishim këto problematikat. Pastaj e gjitha ishte që okay, do zoti vetëm shkon mirë edhe natyrisht çdo ditë shpresonim që të vinin njerëz, sepse ishin 5 ditë dhe na dukej ndonjëherë mos janë shumë ditë, mos është e lodhshme, orari pak sepse kishim dhe një orar 7 me 9 e 9 me, domethënë 21 me 23, dhe sigurisht në ditët siç e thanë që ishin ditë pune, të tjerët prapë do iknin përveç nesh ishin dhe ata, duhet mendonim edhe për pjesën e atyre që do vinin të shihnin filmat, sepse ata do iknin ditën tjetër në punë, edhe gjitha këto ishin pyetje që normalisht ne i kishim çdo ditë aty, por shkuan më mirë se sa ne e prisnim, patjetër. Domethënë, kjo ishte ngushëlluese edhe shumë motivuese për ne, sepse dhe motivimi pavarësisht momenteve shumë të lodhshme, motivimi deri në momentin e fundit ishte aty tek gjithë, dhe kjo ishte e bukur. Dhe reflektonim edhe tek tjerët se të paktën këtë feedbackun na i jepnin gjithmonë sa hynin dhe dilnin. Por që kjo ka qenë ndjesia pak a shumë. Okej, për ta bërë një çik më lozonjare të gjithë gjë, domethënë pa kaluar te pjesa tjetër, jo e njihni tashmë segmentin mos u mendo. Atëherë, mos u mendo. Kinema apo streaming? Kinema. Streaming. Film shqiptar apo i huaj? Të dy. Film i huaj. I huaj. Drama apo komedi? Komedi. Dram. Ka shumë pak komedi të mira, kështu që dram. Nice. Më pëlqen. Regjisor apo aktor? Të dyja. Aktor. Film i gjatë apo i shkurtër? Film i gjatë. I gjatë, po jo shumë i gjatë. Edhe unë ashtu jam. Jo shumë i gjatë. Triqe mos e këtu të shikot. Planifikim apo premier? Premier. Titra apo dublim? Titra. Film reflektues apo argëtues? Në momentet ndryshme të dyja, po do thoja argëtues. Reflektues. Rishikim filmi apo një film i ri për ditë? Ose çdo herë më sa, jo për ditë, çmenduri. Film i ri. Film i ri përveç Friends-ave. Edhe unë film i ri përveç 1-2 serialeve. Një tek fjalë për kineman shqiptare. Duhet eksploruar. E varfër. Në tentativ. Okej, bukur fort. Kinema apo streaming, normalisht streaming për mua është të jetë e aksesueshme, demokratizim mbi aksesin. Film shqiptar apo i huaj, what the fuck are we talking about? Normalisht i huaj. Drama apo komedi, komeditë janë kur lanenët. Regjisor apo aktor, 99% regjisor, aktori është vegël, filmi i gjatë apo i shkurtër, i gjatë sa më i gjatë, domethënë zakonisht filmat e gjatë mua më pëlqejnë më shumë personalisht. Festival filmi, planifikim apo premier, unë jam për planifikim, subtitra apo dubbing, titra normalisht dubbing është kështu, sidomos kush e ka pasur fatin ose mallkimin nga juve të shikojë Game of Thrones në gjermanisht, është kështu, është shumë seksuale, dukesh si një hyrje e një filmi porno, domethënë është tmerr. Nëse ke parë Game of Thronesin original. S'po stejni, kështu gjërash domethënë është gjithmonë mbet diçka, sidomos kur e ke mundsinë ta kuptosh gjuhën origjinale është më e mirë. Dublimi është, nuk e di, është filmat për fëmijë vetëm që duhet dublim. Po nuk e dini nëse keni pasur rastin, po dublimi gjerman ndryshe nga gjermani në jetën reale ka një mbingarkesë të kësaj excitement, të emocionit domethënë të folur, është shumë paradoks si gjë. Okej, reflektim apo argëtim, zakonisht reflektim, shef më shumë filma se një herë, po i numëroj me gjatë dorës, ama një fjalë për kineman shqipe, Bërnot, Zoti i bekoft Kosovën, që shikojmë në një gjë të saktë, se të ishte për ne domethënë, nuk e di. Mbase jam dhe unë i pa informuar mjaftueshëm për këtë lloj gjë. Është e çuditshme
domethënë që flasim të njëjtën gjuhë, mund të trajtojmë deri diku të njëjtat tema dhe prap ndryshimin mes Kosovës dhe Shqipërisë, për sa i përket filmit shqiptar, është kaq i madh. Si ka mundësi? Është ka të bëjë me aksesin që ata kanë pas në kinemanë europiane. Do të thënë që ata e kanë pas më të hershëm thënë aksesin qoftë edhe në muzikë, kjo ndodh edhe në muzikë, jo vetëm në film. Më duket e njëjta gjë, besoj. Nuk e di nëse bie dakord drejt për drejt me to Energy për vetëm fakt se filmat e kohës komunizmit dhe post-komunizmi i hershëm në Shqipëri kanë qenë perla. Mund të kenë qenë të varfra për shembull në sa i përket të pikpamjes filozofike ose politike, se normalisht kanë pasur një mesazh të caktuar, por kanë qenë filma plak, kanë pasur le të themi një potencial, por kanë pasur një një nivel jashtëzakonisht shumë të lartë artistik, pavarësisht se e kishin mesazhin e futur brenda. I dim ato gjëra tash, s'kemi çfarë i bëjmë atyre. Edhe ajo sikur, ku dijon, u ezaurua valla, kur kalon viti 2007-2008, sikur zhduket komplet çdo gjë. Këtë përshtypje e kanë shumë njerëz, besoj. Kë jeti i vetmi. Është një përshtypje që ekziston vërtet. Po jo vetëm në kinema, thash, është në shumë fusha. Në art në përgjithësi. Në art në përgjithësi, po edhe në shumë fusha tjera që nuk e di unë shikoj ndonjëherë pamje nga po marrim një gjë më kështu kampionat basketbolli. Domethënë nuk e di a ke pa ndonjë ndeshje kampionat basketbolli te Aslan Rusi që shkojnë 3 veta, që janë ata që njohin lojtarët, e ke parë ndonjë ndeshje basketbolli në Kosovë. Domethënë është tjetër atmosferë. Është një gjë që shkon në shumë fusha kjo pyetje që bën ti. Në qoftë se secili nga ju do të veçonte një film që duhet parë patjetër për ata që nuk e kanë parë në festival, cilin film do veçoni? Ose në qoftë se nuk keni diçka nga festivali, një film shqiptar, them shqiptar, unë kam mbar shqiptar, film shqiptar që duhet parë me se s'bën. Ju lutem. Nga festivali do veçoja unë Të gjithë më thrasin Rexho. Është një film që duhet parë. Njëjtën. Të gjithë thrasin Rexho, Everybody Calls Rexho. Okej. Filmi, film nga Maqedonia e Veriut. Po. Unë humba këtë film, po një nga të preferuarit e mi të festivalit është Hive, zgjoj. Unë bashkohem 100% me ty, besoj që ai mund të ketë qenë arguably filmi më i mirë i festivalit. Megjithëse unë nuk e pash ata Albanian Virgin, domethënë ato doja të shikoja, por ata nuk isha në Berlin ato, isha në. Ishte shumë interesant, edhe një mesazh shumë i fuqishëm. Po Hive ka pas ndoshta feedbackun më pozitiv bashkë me Rexhon, domethënë këto dyja kanë pas feedbackun më pozitiv nga festivali, domethënë ka qenë film më të pëlqyer këto dy. Nuk është e detyrueshme të përgjigjeni, kush ka qenë filmi që ju ka lënë juve personalisht përshtypje më të keqe, nëse mund ta quajmë kështu, edhe në mas, domethënë që është pëlqyer më pak, le të themi. Unë nuk i pash dot të gjithë filmat, kështu që s'mund ta. Mbas mund t'i referohemi çka ka ata që domethënë çka kanë qenë përshtypja nga turmat, Nuk ka pas asnjë nga filmat nuk ka pas feedback të keq ose negativ, domethënë të gjithë kanë pas pozitiv, po do thuash kush ka pas më pak të mirë se tjetri ndoshta. Po, që është pëlqyer më pak nga numri i biletave të shitura mund ta thuash, po nga feedbacku kemi pas gjithmonë, kemi pas për të gjithë feedback pozitiv. Nga numri më duket se ka qenë, mos gaboj, nuk jam i sigurt, po ose Waterdrop më duket se ka qenë filmi që ka pas më pak bileta të shitura, po unë e pash atë film edhe më duk shumë interesant. Po jo, unë përprisa të pitiste ajo Expat's Tale, unë atë e pash, më ishte filmi që u hap ishte le të themi një zgjidhje që kërkon çik trimëri ta hapësh festivalin me një film të tillë, domethënë se është një film që nuk është për të gjithë, duhet të thënë, domethënë nuk është film që është për masat edhe që është për pakicën, domethënë. Sepse është një nga ata filmat që edhe në fakt kërkon ta shikosh deri në fund që vërtet të kuptosh, domethënë diçka të tillë, plus që kërkon edhe një farë lloj tolerance e të qenit artsi. Ai është një film, ai është shëmbëllimi i një filmi të artsit, domethënë që gjatë gjithë kohës domethënë të shtyj që thosh come on man. Domethënë çfarë ndodh gjëja, po që nëse ai jep shansin domethënë e kupton të gjithë mesazhin. Pavarësisht se mesazhi ishte shumë lart. Skenari ishte i mirë, domethënë ideja e filmit edhe atë që ishte shumë e mirë. Ishte përfuron një çik ajo pjesa artistike e filmit. Më pëlqen njerëz. Çfarë mendoni ju tani të tre këtu? Si ka mundësi që gjëra të tilla në dinin time janë të destinuara të lindin jashtë Shqipërisë, në diasporë. Domethënë, si ka mundësi që nuk shikojmë gjëra të tilla në Shqipëri? Unë nuk jam në dieni të një aktiviteti të tillë në Shqipëri. Nuk bëjnë gjëra të tilla në Gjirokastër, nuk ka festivali i filmit në Berat. Unë nuk e di nëse ka kinema akoma në Berat. Ekziston si godin, por nuk e di që është në punë. Nëse po në përgjithësi është e vërtetë që nuk ka shumë festivale në dienin ton, po mundet të gabojmë sepse ne nuk jetojmë në Shqipëri dhe mund të ketë, por që në përgjithësi, për sa i përket pyetjes tënde, besoj ka të bëjë dhe me një farë identiteti. Domethënë, ne nuk është se qëllimi kryesor të kishim të bënim një festival filmi, po një festival filmit shqiptar.
në Gjermani. Do thënë kjo është shumë e rëndësishme për ne, sepse ka të bëjë me këtë idenë për të promovuar kulturën shqiptare, për të promovuar filmin shqiptar, apo për të promovuar dhe një pjesë tjetër të medaljes të shqiptarëve në Gjermani, që ne kemi dhe art, kemi dhe kulturë të mirë, kemi dhe filma të mirë. Kështu që dhe këtë ne kemi dhe si një lloj identiteti, ndoshta qoftë për të organizuar, qoftë për të shkuar në një event të tillë. Nësa në Shqipëri ndoshta nuk është motivimi i dur për të bërë një gjë të tillë, sepse nuk besoj që ka të bëjë me fondet apo me pjesën e buxhetit. Një pikë tjetër mund të jetë ndoshta edhe mungesa në Shqipëri janë gjatë aty brenda por ndërsa ne që jemi jashtë mund ta ndjejmë pak më shumë këtë mungesën, ose sidomos nëse kalojnë shumë vite, numrat rriten, sido që të jetë shqiptarëve, dhe kemi dëshirën që ta ruajmë, ta sjellim sa më afër, jo vetëm publikut huaj për t'i treguar se ja ne kemi këtë kulturën, po edhe domethënë edhe për ne vetë që ne ta ruajmë, ta shohim, ta rishohim, t'i rikujtojmë ato gjëra. Mendoj se ndoshta edhe për këtë. Më pëlqen. Për mbyllje unë kisha përgatitur disa pyetje, po disa ne thanë, domethënë dihet që juve për me sa duket nga të gjitha përgjigjet që ju keni dhënë, ndihet që ja ka vlerëtur, ndihet që jeni të kënaqur, ndihet që keni pasur, le të themi, përnder deri diku që keni qenë pjesë e një organizimi të tillë. Pyetja normalisht do ishte që a do të rikthehet përsëri, do të bëhet diçka vjetore, 2 vjetore, ku dëgjon, 3 vjet, në çdo 3 vite, keni një plan paraprak nëse do të rikthehet, dhe çfarë mendoni që mund të arrini të përmirësoni deri në edicionin tjetër? Po, ne kemi patjetër qëllim për ta ribër festivalin e filmit, nuk e dim akoma se kur dhe si do jetë, po që qoftë nga ne vetë apo qoftë edhe nga reagimi që kemi marrë nga njerëzit, qoftë njerëz që erdhën aty, po dhe ata që nuk erdhën na kanë pyetur a do e bëni prapë, do e bëni vitin tjetër. Kjo na shtyn ne akoma më shumë që ta mendojmë këtë gjë. Kështu që me shumë mundësi do bëhet, shpresojmë vjetore, nuk e dim akoma këtë gjë sepse ka kohë, por që besoj që është diçka që do bëhet prapë. Shpresoj edhe patjetër nga ana jon, por shpresoj edhe që kjo iniciativë të fillojë të ngrojë pak njerëz të tjerë që duan të bëjnë iniciativa të ngjashme, jo domosdoshmërisht festival filmi, po edhe diçka tjetër të lidhur me kulturën shqiptare. Kështu që shpresoj që të jetë një iniciatore e mirë për individ ose organizata të ndryshme që na duhet patjetër diçka. Do sigurohemi që herën tjetër mos jetë dera aq e ngushtë në hyrja që mund të hyrë. Patjetër. Ajo do ishte pozitive një, po mendoni që në një të ardhme mund të duhet përfshirja e personave ekstra, personave të tjerë jashtë organizimit që mund të ndihmojnë, apo për momentin jeni të plotësuar nga ana e, le të themi, shpërndarja e detyrave? Ose nëse për dikë që ka interes të bëhet pjesë e diçka e tillë, si mund të përfshihet? Patjetër hapi i parë është të bëhen pjesë e ABC Book Club, domethënë kjo është nga aty nis çdo gjë. Ne për këtë festival ishim mjaftueshëm persona, po sigurisht kjo nuk do me thënë se ne të gjithë do jemi prapë edhe festivalin tjetër, se do me thënë këtë s'mund ta dim që tani, dhe patjetër që her pas here do lindi nevoja të jenë edhe njerëz tjerë të angazhohen, po besoj se hapi i parë edhe ku çdo gjë mund të merret vesh më vonë apo të komunikohet është nëpërmjet klubit të librit. Bukur fort. Dhe patjetër me kënaqësi janë të gjithë ftuar dhe kushdo, madje edhe profesionistë të këtyre detyrave që ne na u desh që t'i mbulonim në formë amatore deri diku. Patjetër, ajo që thamë më parë që dëshira është kushti kryesor, kushdo që ka qef, dyert janë të hapura, mund të vi sa më shumë njerëz aq më mirë është. Bukur fort. Atëherë, miqtë e mi, faleminderit që e morët kohën nga e diela juaj sot për të biseduar me mua, dhe një herë në emër të gjitha atyre që ishin, por edhe atyre që e kanë humbur për një arsye apo një tjetër festivalin. Faleminderit që ndërmorët diçka të tillë. Faleminderit që jeni një qeri, një pishtar i kulturës shqiptare, jo vetëm i pisliqeve dhe i çdo lloj gjëje tjetër që na serviren edhe nëpër media dhe nëpër gjëra tjetër. Faleminderit që u munduat me çdo lloj mundësie që ju e kishit të krijoni një argëtim autentik, origjinal për herë të parë në një vend të huaj, në një vend kaotik siç është Berlini. Dhe miq të dashur, gjërat e tilla janë të bëshme. Do nuk shpiket rrota nga e para, disa nga gjërat u thanë këtu, disa gjëra juve mund t'i shikoni me ChatGPT, me disa gjëra të tjera mund të kontaktoni edhe persona që kanë marrë ndërmarrje të tilla. Domethënë, mjafton të kemi dëshirën. Qoftë kjo një festival i, le të themi, filmit, mund të jetë një festival libri,
Një temë që i shkim më përpara mund të jetë festival për pikturë, skulpturë, mund të jetë festival për muzikant. Ka ide dhe le të themi deg pafund për gjithë secilin të shprehi vetveten dhe të krijojë le të themi atë gjurmën e tij në komunitet, por jo vetëm. Ndaj qëndroni të informuar, qëndroni të uritur dhe mos hiqni dorë as nga ëndrat, por punoni që ato të bëjnë qëllime. Deri herën tjetër ne ju puthim dhe ju përqafojmë. Në base nuk ju puthim, vetëm ju përqafojmë edhe ja kalofshi mirë. Buqim në bu, CH, CHI. Bu, CHI, podcast.